Gjykata e Lezhës ka shpadhur fajtor dhe ka dënuar 3 persona për kultivimin e lëndëve narkotike në zonën e Kashnjenit, ku në prill të vitit 2024 u zbulua një sasi e konsiderueshme hashashi. Në total, trupa gjykuese me 3 antar ka dhënë 17 vite 8 muaj burg për të pandehurit. Mes të dënuarve është dhe Armando Ndreca, vëllai i deputetit Partisë Socialiste Eduard Ndreca. Sipas vendimit të gjykatës, Armando Ndreca u shpall fajtor për vepra penale të kultivimit të lëndëve narkotike dhe vjedhjes së energjisë elektrike, ndërsa u shpall i pafajshëm për akuzën e prodhimit dhe shitjes së narkotikëve. Fillimisht ai u dënua me 6 vite e 6 muaj burg, po për shkak të gjykimit të shkurtuar përfitoi uljen e 1/3 së dënimit, duke u dënuar përfundimisht me 4 vite e 4 muaj burg. Gjykata dënoi gjithashtu me nga 6 vite e 8 muaj burg shtetasin Elvis Shpellzaj dhe Ermel Nikdukaj, të cilët u gjetën fajtor për të njëjtën vepër penale. Sipas hetimeve, të 3 pandehurit kishin përshtatur një stan në zonën e Kashnjenit për kultivimin e hashashit. Gjatë operacionit policor të zhvilluar në prill të vitit 2024, uniformat blu zbuluan në ambientet e stanit mbi 2700 bimë narkotike. Fidan hashashi si dhe pajisje për ventilim dhe ndriçim artificial, të përdorura për rritjen e bimëve në kushte të kontrolluara.